Përshëndetje. Ku jemi këtu me parashikimin e datës 14. Data 14 mars. Gëzuar ditën e verës. Kudo ndodheni në Shqipëri, në diasporë dhe në Mars Podeshën. Është një ditë vere me kënaqësi, me rëndësi të veçantë, sepse jemi të vetmit në këtë drejtim, vetëm sepse Shqipëria feston, do thoni tani festojnë dhe gjithë shtetet, xhanën, po neve kemi pak më të ndikuar dhe kjo ditë e verë do mbahet mend për shumë gjëra. Por mbani mend gjëra që themi se ditë e verë e shkuar ka qenë ndryshe me këtë që po bëhet tani. Por gjithsesi e rëndësishme është shëndeti, gëzimi, lumturia, begatia në gjërat që ju e doni. Dhe unë uroj gëzuar. Data 14 më kemi dhe nga ana planetare që sinjalizon shumë gjëra mbi pranverën, mbi ndryshime, sepse për ndikimin më të madh që ka të bëjnë edhe koha që ndodhin fenomenet është diçka e çuditshme, sepse lidhet me ekonominë, lidhet me dashurinë, lidhet me planetet që kanë bëjnë, është Afrodita, është Plutoni, është Mërkuri dhe Marsi, që jep mundësi në ndryshime të mëdha që kanë të bëjnë në fushën e karrierës, në fushën e punës. Të gjitha shenjat përfitojnë pak a shumë, por më tepër janë të ndikuar shenjat e ajrit, siç janë binjakët, peshorja dhe ndikimi më i madh është ujori. Ujori që do nisi një rrugtim të ri drejt një pune të re, drejt një takimi të ri dhe shumë gjëra të tjera, duke filluar nga kjo ditë e datës 14, ku do të keni dhe mundësinë dhe kohën e duhur për të bërë zgjidhjen e duhur në gjëra të mëdha. Megjithatë, dita e shtunë, që është dita e Saturnit, ku na ndihmon, na mëson për gjërat shumë të rëndësishme që neve kemi dhe duam të përçojmë në anën tjetër. Por është dhe momenti më i mirimueshëm tani e tutje, ku gjërat do kenë një drejtim shumë pozitiv në ekonomi dhe në stabilizime. Por para se të fillojmë me parashikimin e kësaj date kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkimin e parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje do sekretaria për t'ju ndihmuar për gjërat që dëshironi, për gjërat që ju kërkoni, duke bler paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, shkoni tek sekretaria dhe atje pastaj duke dërguar një email tek sekretaria, flasim bashkë pastaj nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt përshëndetje me juve dhe juve kërkoni që të dërgoni mesazh për të marrë përgjigje live. Atëherë kemi këtë butonin këtu. Ndiqni hapat dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin. Për juve që doni më tepër informacion si funksionon dhe në privat, në pyetje përgjigje, atëherë kemi membership ja pra ose join, klikoni dhe sepse gjërat momentale janë shumë të thjeshta në një abonim shumë të thjeshtë dhe merrni përgjigje tek pyetje përgjigje në privat. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit. Ju të shenjës e Dashit duket se dita e shtunë. Ju uroj mbarësi në këtë ditë vere. Një festë e rëndësishme kombëtare, një festë që festohet ndër shekuj. Gëzuar. Ju që së dashit keni mundësinë dhe kohën e duhur mbi ndryshimet që do të keni, mbi mundësitë që do t'ju jepen. Dhe është një kohë mjaft e mirë, një kohë që vërtet është pozitive dhe ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me stabilizimin, sepse kjo periudhë është një periudhë ku gjërat do të ndikojnë dhe do të arrihet suksesi juaj mbi punën, mbi karrierën, mbi gjërat që doni të bëni, e do ta shikoni edhe vetë sepse kjo periudhë është periudha ku çdo gjë shkon mbar, çdo gjë arrihet fal suksesit tuaj, fal mundësive që ju jepen në anën tuaj. Dhe kjo do të thotë që është një moment tepër pozitiv në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshimet që do të keni dhe momentet që vijnë. Por gjithashtu është koha e duhur mbi stabilizimin, konkretizimin, punën, vazhdimsinë, ekonominë dhe shumë gjëra të tjera që do të ndikojnë në jetën tuaj. Pra është një moment shumë i mirë dhe tepër fantastik për sa i përket anës ekonomike. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me ujor dhe me luan duket të mbara. Vijojmë tek shenja radhës, kjo thotë shenja e demit. Dhe në dashur duket se keni dhe juve mundësinë, edhe pse i përkishin shenjave të tokës, sepse në këtë herë, në këtë ditë shtunë, ditë vere, gëzuar ditën e verës dhe për juve,
ka të bëjnë shumë me anën ekonomike financiare, me disa çështje huadhënie, huamarrje, mbyllje kapitush të ndryshme që keni pasur, problematika të ndryshme, po vjen një moment tani që është momenti, është koha e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në fushën ekonomike. Dhe kjo është diçka shumë e madhe, tepër pozitive dhe në ndikimin më të madh që do keni tani tutje, është një moment që do ta shikoni edhe vetë juve ku gjërat janë mjaft të kontrolluara për punën, për karrierën, për ndryshimet e juaja që do të keni, dhe kështu që vjen një moment mjaft i mirë dhe surprizues në ekonomi, në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Bricjap dhe me Virgjëresh është Italia. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Përveç binjakëve, duket se binjakët tani në këtë periudhë kanë mundësinë, kohën e artë për sa përket zgjidhjeve dhe çështjeve problematike. Problematike them unë se një nga momentet ose periudhat që ndodhin fenomenet në ekonomi, në ndryshime të mëdha që do të keni tani tutje, nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim për sa përket mundësive, për sa përket rëndësisë ekonomike financiare që juve keni, është një moment mjaft i mirë. Prandaj mos mu shqetësoni fare në lidhje me ekonominë, në lidhje me ndryshimin që do të keni sepse është koha juaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me akrep, pregatituni sepse mund keni njohje martesë. Po mirë se mund bëhet kjo më Jorgo. Po njohje mund keni 3 muaj, mund keni 6 muaj, një vit, por nuk të keni fejes. Se do vinë gjëra në këtë formë sepse dashuria nuk ka kufi, dashuria nuk një ngjyrë dhe një vetëm dashuri dhe respekt. Po juve keni këtë gjë në anën tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gaforeve. Gafore dashura duket se një nga momentet që keni ju, gëzuar ditën e verës. Juve keni një mundësi shumë të mirë në lidhje me takime pune, që do bëni tani tutje, por është periudha dhe koha e duhur në lidhje me ekonominë dhe stabilizimin e saj. Një moment që keni tani është një moment mjaft pozitiv sepse koha që tregon momenti që keni në anën e financave, në lidhje me biznesin dhe në lidhje me disa gjëra që duket se i keni të gjitha mundësit për zgjidhur problematika të ndryshme në fushën e karrierës. Në fushën e dashurisë duket se keni me dash dhe me peshore. Me dash peshore nuk e diskutojnë se ka gjëra mjaft fantastike. Shkojmë tek shenja radhës, që do thotë shenja e luanëve. Gëzuar ju të shenjë si luanit, gëzuar ditën e verës dhe me lajme shumë të mira, sepse kjo ditë e shtuni ka këto gjëra. Dhe shikoni dhe vetëm kujtoni ka diçka shumë të rëndësishme në çështjet që lidhen me punën, sidomos, lidhen me biznesin, lidhen me karrierën. Do bëni emër juve, këtë e garanton Jorgo 100%, sepse keni shumë mundësira tani tutje. Në çështjen e dashurisë, duket se me peshk këtë ditëshit parë është koha dhe momenti i duhur. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë Virgjëresha. Për sa përket të Virgjëreshës, meqense Virgjëresha tani tutje është në kohën e duhur, në momentin më të mirë të që ndonjëherë në lidhje me anën e financave, lidhje me biznesin. Me biznesin sidomos është një moment mjaft i mirë, pozitiv, çështjet konkrete i zgjidhni tani, sepse prisni një lajm shumë mirë juve në ekonomi, por këtë e zgjidhni vetë juve, sepse është e koha, është e momenti, është e periudha kur ndodhin gjërat, kështu që nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dashjet e 10 ditësh të parë dhe me shqyrtarët e 10 ditësh të tretë, është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër fantastike. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshoreve. Për sa përket peshores, peshorja duket se ka 2 ndikime shumë të mira, një udhëtim qepre dhe një lajm shumë të mirë që merr mbas dite. Gëzuar ditën e verë, mbas është një takim që do bëni për ditën e verë dhe mund të merrni një rrugë të punë, është diçka shumë pozitive kjo. Ajo që të keni në mbasditja është shumë e mirë për juve dhe bini pas të shenjat e ajrit e kanë mundësinë dhe kanë shumë gjëra të tjera që do të ndikojnë tani tutje. Kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me binjakët e 10 ditësh të parë, me shqyrtarët e 10 ditësh të tretë është Italia. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë akrepi. Për akrepët duket se tani tutje sado që t'i lënë pas dore gjërat, janë në fazë më të mirë të mundshme tani tutje. Kanë komunikimin, kanë besimin, kanë ndryshimin, kanë kohën e duhur për nisma të reja dhe është një moment mjaft i mirë tani tutje. Një moment fantastik ekonomik, financiar, gjërat që do të ndikojnë, do të ndryshojnë.
koha dhe momenti I duhur në ekonomi është idealja. Në çështje shpirtërore lidhje që kanë bënë me gafore dhe me ujor është idealja tani për tani, nuk ka vend për të shqetësuar por për të gëzuar në këtë aspekt. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për sa përket shigjetarëve, shigjetarët duket se kanë ndikime shumë të mira në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me biznesin, por një bashkëpunim që do të keni ka të bëjnë me peshk dhe me gaforet e ditëllit parë. Prandaj keni kujdes mos mund nxitoni në marrje vendimesh, por gjithashtu në lidhje me takime, bisedime që kanë të bëjnë është me dashët e ditëllit parë dhe me peshore të ditëllit tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricapëve. Për sa përket bricapëve, bricapët duket se kanë një mundësi shumë mirë tani në lidhje me ndikimet që kanë bënë dhe momentet, është një ndikim mjaft I mirë dhe tepër pozitiv në lidhje me anën ekonomike dhe financiare, në anën e pozitivitetit që ka të bëjnë, është momenti në lidhje me një takim dhe një vendim që mund të merrni në lidhje me takime punë, në lidhje me vendime të rëndësishme, por në çështje shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me luan dhe me dash duken të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë ujori. Për ujorët duket se tani e tutje, sado që duken të vështira gjërat ose ka të bëjnë me anën e financave ose të biznesit, me biznesin sidomos ka diçka shumë të madhe tani, por është momenti juaj dhe koha ideale për të marrë vendime të rëndësishme. Në çështje shpirtërore, në çështjet e ndryshimit të madh, kjo e keni, por është një mundësi tani mjaft e mirë në ekonomi, në biznes, në karrierë, sepse gjërat janë në një farë mënyre kanë fazën e tyre, kanë momentin e tyre për të bërë zgjedhjen e duhur në fushën ekonomike financiare. Në çështjet e dashurisë duket se me luan është diçka mjaft e mirë dhe tepër pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshqit. Për sa I përket peshqve, gëzuar së peshqve dhe një pranverë të lumtur ju uroj, se ditë e verës se ka shumë gjëra pozitive për gjitha shenjat dhe do të jeni mundësi, sidomos shenjat e ujit janë pozitivitet më të madh që ta kanë tani tutje. Në çështjet e dashurisë, në lidhje me punë, në lidhje me karrierën, në lidhje me udhëtime bashkim familjar, është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër pozitive se tani tutje gjërat janë në kohën e duhur. Dhe me sa duket e keni dhe mundësi të arta në ekonomi dhe në stabilizime. Kurse në çështjet e dashurisë bëni pak kujdes në lidhje me shigjetarët e ditëllit parë, sepse peshqit vërtet nga njëra anë kanë momentin dhe mundësinë, por anën tjetër mundohen shumë që të zgjidhin problemet e tyre. Dhe kjo I bën ata që të jenë pak më të ndërlikuar në anën ekonomike financiare, në lidhje me gjërat e tjera që do të ndikojnë tani tutje, por megjithsesi kjo periudhë është mjaft e mirë dhe tepër solide. Në çështje shpirtërore, bashkim familjar është me binjak dhe lidhje solide janë me akrep të ditëllit të tretë. Kto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 14 mars 2026. Gëzuar dhe njerë në çdo aspekt të jetës suaj, gëzuar ditën e verës. Para se të ndajmë bashkë, më kujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për bashkimet e juara, kemi astrologo.al, kemi faqen roz atje. Atje mund të zgjidhni nga paketat që astrologo.al ofron, duke zgjedhur paketën tuaj, numër për katës të blerës, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit, por duke dërguar email tek sekretaria. Dërgoni emailin dhe emailin neve e marrim dhe ju marrim mbrapsht, ju shkruajmë për të lënë një takim për të biseduar. Për ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, e doni të dërgoni një mesazh në çdo të mërkurë në orën 20:00. Atëherë kemi këtë butonin tu. Astrologu Europulla, e klikoni, I shikoni të gjitha të dhënat dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhe dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Për ju që doni që më tepër informacion rreth parashikimeve, rreth pyetjes që keni bërë, për supozojmë në kohën që ne jemi live, dhe kërkoni diçka më tepër në privat. Në atë moment që jemi, jo gjithmonë. Dhe atëherë me një abonim të thjesht mund të bëni, mund ta shikoni aty ku thotë membership, e klikoni. Atje vani momentin ose problemin që keni. Duke zgjidhur problemin tuaj, duke marrë ato që kërkoni mesazhin tuaj në pyetje përgjigje, aty, edhe pastaj merrni përgjigjen për gjërat që ju dëshironi në kohë reale. Nga unë Europulla, ju uroj mbarësi në çdo aspekt të jetës suaj. Jesë mirë.